Partia Demokratike e Vlorës në kuadër edhe të zgjedhjeve të 9 nëntorit për kreun e arshëm të Bashkisë së Qytetit ka propozuar edhe 13 kandidata apo propozime të mundshme, të cilat mes tyre do të zgjidhet edhe personi i cili do të kandidojë si në garën për kreun e arshëm të Bashkisë së Qytetit. Lista tashmë është përcjell se listë qendrore të Partisë Demokratike në kryeqytet dhe pritet që të shihet se çfarë vendimi do të merret pikërisht nga njësia qendrore. Emrat e propozuar nga Partia Demokratike janë Eralba Kreshpa, Gent Hamzarai, Atir Doxha, Alta Aluci, Artan Liçaj, Dashamir Tahiri, Dionis Sota, Poem Bajrami, Elton Anagnosti, Çayub Sheaj, Rezembrik Seriani, Gentian Këllqiu, Uran Shia. Mes kandidatëve janë 2 prej emrave të tyre, të cilët vetëm një ditë më parë shpallën kandidaturën si kandidat të pavarur. Fillimisht shpalli kandidaturën përgjatë mëngjesit të së martës Dionis Sota dhe më pas në pasdite Poem Bajrami. Partia Demokratike e Përgjithshme në Tiranë do të vendosi se kush do të jetë kandidati, nëse ky i fundit do të jetë një antar i kësaj partie, emër politik apo si në kryeqytet do të shkohet në mbështetje të një kandidati të pavarur. Duke parë atë se çfarë po ndodh në Tiranë, pritshmëritë janë që edhe ky subjekt politik në Vlorë të shkojë në mbështetje të një kandidati të pavarur, por për këtë gjë pritet të vendos Partia Demokratike Qendrore se si do të operohet. Vlen të theksoj se Partia Demokratike Dega Vlorë i ka nxjerrë këto propozime pas mbledhjes së kryesisë në Vlorë, por edhe disa mbledhjeve të zhvilluara ditët e fundit me elektoratin dhe grup seksione në bazë. Pas një sër mbledhjesh dhe diskutimesh, PD Vlorë ka dërguar propozimet në selinë qendrore të kësaj partie në Tiranë. Janë në total 13 emra të propozuar, nga 5 që ishin fillimisht në fazën e parë të propozimeve pas një mbledhje të zhvilluar përgjatë të premtes së javës së kaluar në shtabin qendror të kësaj partie. Këto 24 orë do të jenë vendimtare, pasi pritet jetë koha ku PD qendrore në kryeqytet të vendosin mbi emrin që do të zgjidhet si kandidat potencial për të garuar më pas në garën për kryetar të Bashkisë së Vlorës.